Luftë pafund, shtegtime në përqillim politik. Është botimi më i ri i shkrimtarit dhe publicistit të njohur Pullum Kulla pas suksesit të 14 botimeve të mëparshme. Në të gjendë letra, artikuj e reflektime të dy epokave të vendit, sistemi një-partijak dhe ati demokratik. Ky botim është një fotografi e qartë të ecejakës së politikës. Ky nuk është një promovim, ky është një inventar, miq. Unë kam një inventar. Edhe ju falenderoj pa mas që të gjithëve pa përjashtim, dhe do të më falni që të veçoj kryeministrin. Dhe është një publicist sui generis, i veçantë sepse si thua është lëndën e vetë, e në katos mirë me humor, me një humor që mua më pëlqen shumë. Pullum Kulla, për mendimin tim, është padyshim i tmerrshmi i tretë i medias shqiptare ose i publicistikës shqiptare, pas Filip Çakullit dhe ose bashkë me Filip Çakullin dhe Mero Bazen, që jo më kot janë bërë bashkë për të bërë këtë parathënie të Pullumbit. Në këtë promovim libri mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama dhe personalitetet të njohura nga politika, arti e kultura.